Lufta hibride në Europë po bëhet gjithnjë e më e rrezikshme. Ngjarja më e fundit ndodhi të shtunën në jug të Francës, pikërisht në ditën e fundit të festivalit të 78 të filmit. Në ora 10, energjia u ndërpre, situata u bë kaotike. Semaforët u fikën, shfaqja e filmave u ndërpre. Trenat stopuan, kafenet, restorantet dhe dyqanet u mbyllën. Blackout preku 160.000 familje të disa qyteteve. Më pas, në salinë e festivalit të filmit, me vënje në punë të generatorëve, situata u normalizua. 3 nga 4 shtyllat e linjës së tensionit të lartë që furnizon qytetin e Kanës u sharruan nga një akt sabotimi, tha prokurori Gras për AFP. Ndërsa mediat franceze raportojnë edhe për një sulm me zjarrvënie tek stacioni elektrik në qytetin Tanneron. Situata u normalizua pas 5 orësh, rreth orës 15. Laurent Hotio, prefekti i departamentit Alpes-Maritimes, dënoi aktet serioze të dëmtimit të infrastrukturës elektrike. Të gjitha burimet janë mobilizuar për të identifikuar, gjurmuar, arrestuar dhe sjell para drejtësisë autorët e këtyre akteve, tha ai. Po pa kaluar 24 orë, në qytetin e Nisës shpërtheu një zjarr në një nën stacion elektrik, duke lënë pa energji rreth 45.000 banesa. Kjo ndodhi në orën 2 të mëngjesit të së dielës dhe sipas autoriteteve dyshohet si akt i qëllimshëm. Ndërprerja ndikoi në funksionimin e aeroportit të Nisës dhe linjën e tramvajit. Furnizimi me energji u rikthye disa orë më vonë. E njëjta gjë ndodhi në 28 prill në Spanjë, Portugali dhe jugun e Francës. Për orë të tëra energjia u ndërpre dhe pothuajse të gjitha shërbimet. Zyrtarët e lartë shpallën gjendjen e emergjencës, por deri më tani autoritetet nuk i dhanë zë shkakut real që shkaktoi terrin. Aso kohë, Massimo Mauret, profesori i menaxhimit strategjik në Madrid, tha për The Times se rrjeti spanjoll është një nga më të besueshmit në botë dhe kjo ndërprerje duhet të ketë ndodhur për shkak të diçkaje të jashtëzakonshme. Pra kur dy shtete kaq të fuqishme, dy perandori, Spanja dhe Portugalia, si duket Portugalia vogël, por dhe Portugalia ka qenë një perandoresh e deteve, përpara se të shfaqej Anglia, pastaj ajo. Mos harroni që jo më kot, kjo tani një tërkallje, jo më kot brazilianët, gjithaj që është 100 herë, 200 herë me masë e territori portugalisë, flasin portugalisht, sepse diku ka qenë koloni e Portugalisë, dhe të tjera në pajësor. Zoti Shara, kur këto ish-perandori dhe këto vënda kaq serioze europiane gjunjëzohen nga këto lloj sulmesh, nga këto lloj algoritmesh, jo herë kompjuterike, herë jo kompjuterike, ose misterioze, ta themi, se akoma nuk kemi përgjigje. Çfarë mund të ndodhi Shqipërisë dhe Kosovës dhe mund të jemi ne shënjestra të sulmit rus, të sulmit serb, që na vjen potencialisht? Patjetër, kjo është e provuar që jemi shënjestra. I herë Shqipëria, të paktën Shqipëria në raport edhe me vendet tjera antarë të NATO-s, nga qeveria ruse është klasifikuar si vend armiqësor. Është deklaruar zyrtarisht kjo. Dhe normalisht, duke qenë edhe vend antar i NATO-s, ne jemi shënjestër në këtë. Dhe ai fakti, ai sulmi, ajo nata 0 apo dita 0 fillimisht ndodhi në Ballkanin Perëndimor, pra që kapi territorin, edhe territorin shqiptar. Kur ka ndodhur kjo? Ka ndodhur në qershor të vitit 2024. 2024? Po, në qershor 2024. Sa orë vazhdoi? Këtu vazhdoi gjysmë ore në Shqipëri. Gjysmë ore, por nga gjitha raportet, po të lexosh raportet edhe nga Shqipëria, edhe nga Malizi, edhe nga Bosnia, nuk kanë pranuar, nuk është dhënë asnjë variant që është ndërhyrje, është sulm kibernetik. Nuk është dhënë, nuk ka prova. Kjo do duket, pastaj nëse bashkëpunohet edhe me agjenci tjera, duke i parë rastet edhe të Spanjës dhe të Portugalisë, se çfarë do dali nga hetimet. Kurse fakti që ne jemi pjesë, domethënë kemi qenë viktim e një sulmi kibernetik, ishte rasti më flagrant, rasti me iranianët, që ajo është e provuar, është e vërtetuar. Por po flasim sidomos ndërhyrja në zgjedhje. Ka një deklaratë e komisionerit Celibashi që ishin 135 milion sulme kibernetike. Nuk e di, keni lexuar këtë deklaratë? Po, 135 milion sulme. Por sistemi e rezistoi.
Sistemi i Kosovës nuk i rezistoi këtyre sulmeve, sistemi zgjedhor. Po, Kosovë do. Nuk i rezistoi sepse dhe bile ajo Kosovë që ishte për shembull 135 milionë sulme kusha numëroi se mos pra ka dashur të tregoj se sa i suksesshëm ka qenë tenderi që ka bërë. Jo, është kompania që ka monitoruar, që ka mbrojtë atë. Kompania që ka mbrojtë Kosovën për shembull nuk e mbrojti dot sistemin zgjedhor atje. Dhe ajo Kosovë që gjithmonë jepte rezultatin e zgjedhjeve ishte model në Ballkan për rezultatin e zgjedhjeve brenda disa orëve, u detyruar pastaj të kalojë në anën manuale. Pra, të dy u prishin qindra ajo mund të ishte ruse, mund të ishte serbe, kjo do dalë nga hetimet nga e Kosovës, kurse edhe tek Jona më shumë të shkon mendja që është dorë ruse se sa pse them është dorë ruse, sepse rusët në të njëjtën formë ndërhyrën në sistemin zgjedhor në zgjedhjet edhe në Rumani. Dhe rasti rumun është modeli se si një shtet mund ta përballojë. Pra shteti i fuqishëm merr masat dhe Goxha thotë se nuk ishte kështu, se ishte një makinacion i brendshëm. Ato që janë deklaruar zyrtarisht, paktën në Rumani, u anulluan zgjedhjet presidenciale. U anulluan zgjedhjet presidenciale pse? U provua që nëpërmjet TikTokut rusët kishin mbështetur një kandidat pro-rus. Në zgjedhje rusët e kanë këtë stil, ose mbështetin një që është pro-rus, ose mbështetin një që është kundërshtar i këtyre që është. Pra, për të destabilizuar vetë. Që në 2020 kur u zgjodh Trumpi parë. Po, janë bëhetime, në atë kohë u akuzuar që edhe rusët ndihmuan Trumpin. Kanë qenë këto, janë një pjesë e këtyre elitës u dënuar në Bukvile. Pra, rasti rumanisë tregoi që kur ndërhyn shteti, kur shteti e merr seriozisht e Shqipëria dhe Kosova është ekspozuar dhe u provua. Qa mund bëjmë ne? Ne duhet përsosjen e sistemeve. Pra bashkëpunim me agjensitë e fuqishme për... Se përballoj Franca, Spanja Franca nuk ka përballuar, vjekisht flas, po inteligjenca franceze, inteligjenca belge u gjunjëzua nga veprimet e ISIS-it. Po të kanë parasysh ato atentatet e famshme që u bën, treguan që janë në nivel shumë mirant si shërbime inteligjente. Paktën atje. 5 milionë arabata në territor, po, ne shteti zhej që të veprojë, që të kontrollojë, që të monitorojë dhe të përgjigjet. Para ne është votuar, ajo qeverisja është votuar. Nuk është një gjë, veprimi një celule terroriste e cila nuk ka asnjë lloj lidhje tjetër, pra merr një detyrë njëri dhe mbledh 3 veta dhe bën, pa asnjë lloj lidhje, ti nuk e zbulon dot në asnjë vend botës. Sa do i fortë jesh, jo vetëm shërbimi inteligjent e Evropës, po edhe inteligjenta e Amerikës, e Rusisë, Amerika ka zbuluar, pas 11 shtatori ka zbuluar pothuajse 99%. Ka pasur tentativa më sepse të gjithë organizatat terroriste ishin të organizuara nga Amerika. Kur shive ku është tash terrorist, më fal se kam qenë gjithmonë mbështetës edhe tua, po për pak në iku Trumpi në fushat, qa bërë shërbim se këtë, dhe thamë mbrojti zoti, pak lëvizi kokën ai, ka lëplume. Pak për terrorizmin e jashtëm, për lidhjet me jashtë, nuk po flasim, ai ishte një radikal i brendshëm. Ishte një ka Amerika sa dush nga ta. Ka Amerika sa dush nga ta, që për ty në histori, merë kalashin në shkollë, perimetri dhe thues dhe garantues një kandidatë për president ishte... Pas 11 shtatori, Shtetet e Bashkuara kanë qenë model i goditjes së këtyre ndërhyrjeve. Pra, është vetëm një rast që arriti të ndodhë me atë maratonën. Nuk ka pas asnjë rast tjetër, pra gjitha janë parandaluar dhe janë më 10 rastet që ka të parandaluara. Ate, Goxha, mbarove, Shqipëria dhe Kosova janë të ekspozuar? Shqipëria dhe Kosova, në aspektin e energjisë elektrike, jemi të ekspozuar vetëm në faktin e interkonjeksionit. Për ne kemi të digitalizuar vetëm interkonjeksionin. Pra, ai mund ndërpritet, kurse pjesa tjetër e rrjetit elektrik në orbitin e Shqipërisë, nuk është e digitalizuar, pra nuk mund të bjerë. Nuk mund të ndërhyet siç është ndërhyrë në të dhe nuk mund të ardhëzosh. Pra për të ardhëzuar duhet e kemi akoma primitiv, thua. Jo, nuk e kemi primitiv, ai nuk është primitiv, por nuk është i digitalizuar. Pra funksionon në këtë mënyrë dhe ti duhet të rëzosh shtyllën e tensionit lartë që ti vësh minën shtyllë si që ka ndodhur në Izrael. I kemi bërë, po si ka bërë Rusia, kemi bërë neve. Kemi bërë vetë, po. Kemi bërë vetë, ato nuk na ka bërë. Normalisht duke qenë... Do të shtatë njëri ngrim, do të shtatë... Edhe më mbrapa, ka ndodhur edhe më mbrapa. Kemi edhur shtylla tension. Ka ndodhur edhe më mbrapa, edhe para 4-5 viteve ndodha. Asnjë s'është dënuar. Ja dimrit ndodhi, po nuk është... Kurse jemi në vëmendjen e Rusisë, absolutisht sepse jemi antar të NATO-s, por nuk besoj që jemi objekt i goditjes të luftës së tyre hibride, sepse nuk përbëjmë asnjë lloj, pra nuk jemi neve nga territori i Shqipërisë dhe Kosovës nuk ka lëvizje armatimi, nuk ka lëvizje mjetësh, nuk ka lëvizje tjetër që mund të përbëjë një problem të madh. Por normalisht jemi në vëmendjen totale tyre, sepse për sa kohë kemi konsideruar armiq dhe na konsiderojnë armiq, pra ne kemi konsideruar armiq, edhe ata kanë publikuar një listë
të vendeve armike dhe edhe në Shqipëria fundur të automatikisht që ti je totalisht në vëmendjen e tyre. Por nuk jemi në atë deregjene asaj, ne më shumë rrezikojmë se po themi ujku, po çakalli këtu po bën gërdin. Serbia dhe Greqia po bëjnë namin në të gjitha format dhe mënyrat e luftës hibride në Republikën e Shqipërisë, që nga dezinformimi, që nga pagimi, që nga mbajtja dhe çdo lloj gjëje. Ata janë duke bërë namin në Shqipëri. Kanë 30 vjet që e kanë gjynjëzuar dhe e kanë totalisht në kontroll. Që nga ushqimet, që nga gjithçka tjetër. Pra vjen nga Greqia dhe nga Serbia. Me ndërhyrjen e tyre, të shërbimet e tyre, politikanë të ndryshëm investime ruse në rajon janë edhe po aq, ëh? Po në Shqipëri nuk ke investime ruse. Po s'ke investime ruse që ke në Malzi. Malzi kanë blerë gjysmë në Malzi, në Shqipëri s'kanë blerë gjë. Në Shqipëri nuk ke investime tilla. Në Shqipëri ke investime serbe, greke, sa të duash. Të bie në sy. Po s'ka se nuk ka, s'ka blerë njëri një shtëpi, nuk është investim. Ka raportet të shërbimit informativ që tregojnë që rusët kanë investuar. Nuk kanë që të blerësh një shtëpi, ata që kanë blerë shtëpia, rusë kanë blerë janë ata që kanë pasur lidhje familjare dikur ose që kanë qenë, nuk ka. Jo goxha, jo vetëm shtëpi. Nuk ka blerje hotelesh, nuk ka rrjetet të mëdha, marketesh, supermarketesh, lokalesh. Nuk mbajnë ata, siç ka Malizi. Malizi po, është komplet pothuajse nën kontrollin e tyre. Resortet mbase nuk futet dot se s'lë djali Trumpit, po tani që Ballkani, që Ballkani mbetet një front i rrezikuar në këtë edim, që neve që në 2022 e morëm sinjalin e parë që jemi të rrezikuar nga sulmet kibernetike, edhe këtë edim. Për shkak të simpatizimit që kemi ndaj SBA-ve, por edhe asaj mbështetjes që kemi ndaj NATO-s. Ai sulmi kibernetik kishte të bënte me simpatizimin e SBA-s, për shkak Unë mendoj që investimet në rajon nga ana e rusëve, të paktën unë kam bërë një reportazh 2 vite më parë, ku shërbimi informativ ishte ngritur në këmbë, kishte rritur në Durrës, sepse të gjitha këto real estate ishin ankuar se shtetas të huaj rus, po kishte edhe nga ata që shfaqeshin si rumun dhe bulgar, kërkonin të blenin apartamente, kërkonin të blenin kështu që rregullojnë makina, servise makinash, markete të vogla, por edhe tip ambientesh që bënin tip fast foodesh. Pra janë vende të cilat mund të jenë si mund të luajnë një rol shumë të mirë për këto grupet të cilat funksionojnë pastaj para në syfare. Safe houses, safe të gjitha vendet e tyre. Madje shërbimi informativ shqiptar në atë kohë ka mbledhur, bëhet fjalë pak më para, direkt mbasi u dha lajmi që Alabari do ndërtonte në Durrës atë qytetin port. Dhe me njëherë, shkua në për këto qëndrat ku janë bërë këto blerjet, në përmjet këtyre noterve, dhe janë marrë të gjitha kartat e identitetit dhe emrat e këtyre shtetasve që kanë bërë blerjet në qytetin e Durrësit, kryesisht në Durrës, për shkak të investimit arab që pritet të bëhe i famshme. Po që... E që është bërë? Nuk e di shërbimi. Po pra? Oke, ka mucho? Gjëja është qik tragikomike kjo që do them, në lidhe me këto pasurit e palueshme ka ndodhur Sarand, ku mbas një nate goxha intensive të pirje dhe të debatuar i midis 2 komshive, një komshi në mëngjes çohet, dëmton derën e komshiut të ngjitur dhe shkatron shtëpinë. Dhe ky ishte një ukrainas që shkatronte shtëpinë e një rusi ditën për diell në Sarand. Kjo ka ndodhur rreth para 6-7 muajsh. Është në raportet e policisë shtetit. Që do të thotë që ne kemi. Ky është eksportimi i konfliktit. Po pra, ne kemi. Ne jemi gjithmonë fushë betejë. Është tragjikomike, ne kemi këtu në imobiliare, kemi pasur shoqata kulturore që ne kanë bërë këtë. Po. Angazhime, kemi shumë bursa. Para shumë vitesh unë kam qenë 2 herë në Universitetin Lomonosov të Moskës. Nën rektori, zvënës rektori në atë kohë nuk ishte i zgjedhur nga universiteti, po e zgjidhte shteti për universitetin. Kishte pasur një falimentim, në atë kohë ishte Putini, po ky Putin që kemi sot, diktator, dhe ata na numëronin dhe se sa student ne kishim. Sa kishim? Kishim goxha, kishim mbi 500, mbi 600 student. Në një vit? Në një vit? Në një vit. Patjetër, shkonin shumë. Edhe nga Shqipëria, edhe nga Kosova dhe nga Maqedonia. Ne kemi pasur. Në më shumë në shkenca eksakte. Edhe sot shkojnë. Edhe sot shkojnë, sepse shkolla shumë më e lirë dhe shumë më e mirë. Japin edhe bursa shumë ata ku kanë interes. Ky zvënds rektori që na pritin ne na po bursa po thot pesina bursa. Është problemi bursa, problemi. Bursa japin ata se kanë na tregon edhe historikun që ne ju bëm me shkollë të larta, pra e kishin këtë frymën e kësaj. Po pa filluar këto konfliktet jo Krimea dhe këto. Ishte një kohë ku ne ishim të ftohtë, po ende s'kishin filluar këto gjëra që shohim sot.
Nga ana tjetër, unë shikoj ne në mediat sociale çdo ditë kemi ndikim rus. Çdo ditë kur e hap celularin dhe bën një scroll, ti shikon për shembull një Ibrahim Traore. Ç'më dua unë që më vjen në celular, lulëzimi i një njeriu ushtarak që erdhi në fuqi nëpërmjet puçit në bregun e Fildisht. Është ngritur, Burkina Faso, dhe reformat e mëdha që ky po merr në Burkina Faso duke bler traktor për fshatarët e tjerë e tjerë, dhe i vetëm një vizitë, se unë se dija për çfarë po vinte gjithë kjo fluksi i madh i këtij njeriu. I vetëm një vizitë ndërkombëtare që ky ka bërë ishte para rreth një jave në Moskë, ku nuk i kërkoi ndihmë dhe lek Putinit, po i kërkoi asistencë kështu e ashtu. Aty kuptova unë që ne si pa dashur bien prej këtyre, këto janë sulme të mirë filta, për shplarë trurin tonë, për modelet e reja të liderëve që vinë dhe frymëzohen nga lindja dhe jo nga perëndimi. Mendoni pra deri këtu. Dhe janë pjesë e kësaj. Tani kemi pas edhe një celulne përpara shumë pak 2-3 muaj, që e kapëm mu ngjitur me drejtorinë e policisë të përgjithshme në Prishtinë. Edhe pak u thanë atë kohë për spionët që rinin aty e përgjonin e çfarë manipulonin e si e shtrembronin lajmen. Se me këto punë merren. Ta ishin të bias, më punonin për bian, si vendonin për Serbinë, prandaj për Serbia. Po pra, jo, po flasim për këtë, a ka rrezik për Shqipërinë dhe Kosovë. Se këto janë gjërat nga të cilat ne do të presim, pavarësisht e Banskës ishte frontale, nuk ishte e këtyre përmasave ose po ishte bija e gjitha, pra kemi të bëjmë Serbinë e gjitha në këtë lojë. Ishte operacion ushtarak. E një operacioni ushtarak. Por ai operacioni ushtarak ka zgjatime. Unë i bindem që ka zgjatime ruse, sepse edhe armatimi që u analizua më pas ishte ruse. Po më shi gjithi prodhim Jugoslav armatimi më që prodhimi rus. Edhe një ato motocikletat 4 që i morëm nga një firmë ruse. Nga qendra nishi. Jo, dinin në një faturë, që janë motocikletat nuk të prodhuar në Serbi, janë të prodhuar... Motocikletat së prodhojnë së mirë, mirë, dakord. Po armatimi që gjitha prodhim së... Edhe këta klubet e përbashkta të Wagnerit në Beograd e këto, pra ka një sër marrëdhënie që janë të krijuara. Nuk mund ta kuptojmë dot Serbinë pa Rusinë në Ballkan. Kaq. Po Greqinë se ta kuptojmë, a mund na thuash? Greqia është vend aleat i NATO-s, edhe unë nuk rrezikojmë fare nga Greqia. Edhe unë u habita për çfarë qëllimi Greqia, më falë, tani se nuk ta bëjmë debat. Kush është qëllimi kryesor i Greqisë si një vend aleat i jon në NATO që të bëj luftë hibride ndaj këtij vendi. Nuk ta lejon aleanca këtë. Jo, është vërtet, se lejon aleanca, nuk ta lejon aleanca dhe 5 se ndalon fare. S'ta lejon dot. Po se ndalon fare se sflitet asgjë gjë për të. Ja ku e ke luftën, po mund gjitha të luftë për të marrë gjithë jugun. Kush është qëllimi? Base Goxha ka fjalën që nuk do të fjalë për segmentin. Kush është lufta hibride, se unë s'e kam kuptuar. Pra, ne gjithmonë e kemi pasur të greku, okej, me të drejtë në shumë gjëra që kanë ndodhur, je dakord me ty, por në momentin që ne jemi antarësuar në 2008. Kanë pushuar lufta e tyre, nuk rrezikojmë nga greku, pasim për vëllezër, gjërat kanë vajtur në një nivel tjetër dhe përplasën në zyra të tjera, më fal. Dhe unë di që nga ajo kohë është e minimizuar, pra grekët nuk shikohen si armiq. Duhet ta mbyll tani. Të mos i shikosh është diçka tjetër. Të mos i shikosh është çështje dëshire. Edhe është çështje qorrimi. Çfarë qëllimi ka sot greku ndaj Shqipërisë? A mund ta di? Kush është qëllimi kryesor i grekut? Komplet jugun e Shqipërisë, ma e nxori një hartë para një muaji për të marrë territorin e Republikës së Shqipërisë. E nxori shteti? E nxori shteti grek, more. Po, ministria. Shteti grek më nxori, ministria e ujrave, e detrave e nxori. Ku merr territorin e Republikës së Shqipërisë. Shënjestër të sulmit rus. Goxhaj edhe profesor Karamuço thanë Jugoslavia, Serbia, Beogradi. Unë mendoj që gjithë çështja e ka përgjigjen dhe është tek kush ishte Nikola Tesla. Ne jetojmë në civilizimin e elektricitetit. Në 7 janar të 1943-shit, një bur i tretur nga varfëria dhe nga skamja, ndërkohë që Thomas Edison mori gjithë patentat e tij shpiget elektricitetit, i shkruan nënës së tij dhe i thotë nën, do doja të isha pranë teje tani dhe të jepja një gotë ujë. Ky ishte Nikola Tesla, nëse më ndihmon regjia, faleminderit. I shëla boksi, ç'të të them, je gjigante. Shikoni pak Nikola Teslën edhe më thoni, ky kostum popullor ju duket serb, se mua më duket shqiptar.
Në qoftë se ne zgjidhim këtë çështje, ne do kuptojmë se kush ishin shqiptarët, kush ja dha elektricitetin, si na e vodhën me Thomas Edisonin, ndërkohë që egyptianët 2750 vjet para Krishtit apo para erës sonë zbuluan nga një goditje e një peshkaqeni ndaj një detari, zbuluan elektricitetin. 1792-shin ishte Galvani dhe Alessandro Volta që dalluan kush ishte elektriciteti, dhe vim në 1943-shin ky burr i bukur dikur, por i tretur nga maskarallëku i një Thomas Edison që i vodhi gjithë patentën e elektricitetit dhe bëri General Electric më vonë, ne Ballkanas. Okej. Të na shfrytëzojnë, të na masakrojnë dhe të vazhdojmë në kërkim të identitetit tonë. Dhe pastaj ju e kuptoni, a jemi ne në rrezik nga Kosova dhe Shqipëria ndaj sulmit rus, Jugoslav apo çfarë do tjetër. Gjeni nga i kishte identitetin Nikola Tesla. Edhe unë jam dakord, ata që na dëgjojnë dhe ata që është ky një lloj kuici final, pa përmbyllës, ai kostum me Nikola Teslës ishte serb apo ishte shqiptar? Me një shikim të parë, Goxha, se ti një kostume popullore? Si u duk? Dhe që ishte shqiptar, po të shohësh veshjet për shembull me kostume popullore, veshjet e preng calit edhe të këtyre tjerë që nda asaj kohë pothuajse janë të njëjta, nuk është ndryshim. Edhe jemi një plan të parë të asaj fotografie që zonës së Dugagjinit, lindur në Kroaci. Pothuajse është e njëjta. Do të thonë do të jetë në një katolik shqiptar, i cili pastaj është slavizuar pak. Se mbahet si serb ky, apo është një emision tjetër? Ky është një emision tjetër. Faleminderit Anduana, faleminderit Shala, faleminderit profesor Karamuço, faleminderit kapiten Goxhaj. U munduam në këto minuta të kriptojmë gjëra serioze dhe të largohemi pak nga disa gjëra jo dhe aq shumë serioze, sidomos në fushën e përplasjeve politike që kanë ndodhur këto ditë në vendin tonë, në sensin që është kohë të analizojmë pse vuajnë të mundurit, apo pse kërkosen fituesit. Unë doam të edhe një dritë në një situatë e cila me shkak pasojnë e vetë, na jep ndihmë për të kuptuar se çfarë po ndodh në të vërtetë. Natë mirë.